Buka më e mirë për diabetikët, ja cilën duhet të zgjidhni. Aroma e bukës të sapo dal nga furra ka fuqi të të ndezë të gjitha shqicat dhe të fton në mëkatin se duhet të hani më shumë bukë nëse quhet i tillë. Kjo ndodh edhe te diabetikët, të cilët ndonë se bukën duhet ta konsumojnë me sasinë e duhur, sërish mund të plotësojnë dëshirat për ushqimet më popullore në botë. Në këtë video, diabetikët dhe familjarët e tyre do të mësojnë një alternativë me të vërtet të shëndetshme të brumit. Buka me fibër. Buka e përgatitur me dritë të plotë e pasur me fibër është më e mira për diabetikët, si thon Eltsaj. Sipas ekspertëve, tërshëra dhe embrionet e grurit janë ndër drithërat më të shëndetshme. Të dhënat e shoqatës amerikane të diabetit, të cilave u referohemi, thonë se buka e bardhë dhe e përgatitur me miell të përpunuar duhet të zëvendësohet me bukën të bërë me miell 100% me dritë të plotë. Mundësisht drithi i plotë i bluar trash dhe i rekomanduar për një bukë jo vetëm të shijshme, gjithashtu edhe të shëndetshme, sidomos edhe në rastin tuaj.